Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Lajmi i ditës, në fakt i disa ditëve të fundit, është që zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është thirrur në SPAK për një çështje penale që ende nuk dihet dhe nuk ka një njoftim zyrtar. Por sot ne nuk kemi një konfirmim zyrtar të strukturës posaçme antikorrupsion SPAK për këtë ngjarje dhe në fakt atë që pritej pra zonja Balluku të paraqitej me një fletëthirrje në këtë prokurori, sot zonja Balluku ka njoftuar që paktën informacionet janë që ajo është një vizitë jashtë Shqipërisë, një vizitë pune në Bullgari. Tashmë është një lajm që diskutohet jo vetëm në rrethet gazetareske, por më gjerë dhe politike. Sot në parlament është diskutuar dhe debatuar edhe për dy raporte shumë të rëndësishëm, ai i prokurorit përgjithshëm Olsian Çela dhe i drejtuesit të SPAK zotit Altin Dumani. Megjithatë, fokusi kryesor, lajmi kryesor është pikërisht ky raport ose statusi juridik tashmë i zonjës Balluku. Për diskutuar për këtë, por edhe për çështje të tjera që lidhen me drejtsinë dhe politikën, unë kam ftuar dy miq të emisionit tim dhe miq të mi, Basil Çollaku, të prezantoj vetëm gazetar Basir dhe analist se kandidat deputet iku mbaroi ajo. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Andi Shkira, mik tashmë i përhershëm dhe analist i emisioneve. Andi, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit Landi. Pyetja si fillim, Basir, se ti ke qenë nga më aktivët në faqen tënde në Facebook. Çfarë po ndodh me Belinda Balluku? Çfarë statusi është në këtë moment? Sepse opinioni për të vërtetë nuk është shumë i qartë dhe nuk kemi një qëndrim zyrtar ose një njoftim zyrtar. Sigurisht, kjo ndroja, le të themi, apo hermetizmi i strukturës së posaçme për çështje të kësaj rëndësie publike por dhe juridike kalon një transparencë të mjerkullt në këtë situatë. Ajo çka nuk mohohet tashmë nga askush është fakti që zonja Balluku, pra zëvendës kryeministra, zëvendësja e Ramës, është thirrur nga struktura e posaçme, jo si person ndjeni, po si person njohetim. Pse s'kemi një njoftim edhe për këtë? Besoj se struktura e posaçme do bëjë njoftimin pasi zonja Balluku të paraqitet pranë oficerëve të BKH-s dhe prokurorëve për të njohur me pretendimet e palës akuzuese. Atëherë në këtë periudhë mendoj se do kemi edhe një njoftim zyrtar të strukturës së posaçme. Ajo çfarë ka dalë nga kolegët tanë mediatikisht dhe nga burimet, le të themi, informale që në fakt janë nga struktura, nga institucionet e drejtësisë, ka të bëjë me më ngjau pak a shumë si ato rrobat e garderoba e veliet apo darkat drekat e beqet si fillesë. Megjithëse kështu ka nisur shumë nga çështjet e mëdha. Ato do shkosh aty brenda dhe do njihesh me magazinën që struktura e posaçme ka për të dyshuarin, të akuzuarin dhe më vonë të pandehurin. Jam tërësisht i bindur që brenda pak ditëve do merret e pandehur nga struktura e posaçme, nuk duhet vetëm kjo çështje. Kjo është vetëm maja e icebergut e asaj që është dhënë publikut për të njohur, për të ditur se deri ku do shkojë. Apo informacionet tuaja janë të tilla? Nuk e kam tërësisht, nuk e kam hamendësim, as deduksion, as një opinion rreth kësaj çështje, por dhe shoqëruar me informacionet që unë kam, me dhënat që di rreth këtyre zhvillimeve, do thoya që ka 3-4 javë që kisha, le të themi, indicje dhe informacion nga burimet mia që do shkohet. Dhe nga ajo që më shton pak nga miqtë e mi që konsultoj informacionet saj natyre, ka pasur një përgatitje, le të themi, ajo mund të ndodhë edhe me shkresën në kuvend, për shkuar tek arresti në Burg, jo vetëm për zonjën Balluku, por edhe dy shtetas turq që janë pjesë e hetimeve. Gjithmonë për tunelin. Për tunelin, pastaj ka të tjera dosje që janë sërish. Po mirë, po flas kjo çështje për tunelin Llogaras. Fillimisht për tunelin. Fillimisht për tunelin, po sepse është sekuestruar që një vit më herët dosja e tunelit e 50 milionë i përfitimit ka 140 që është e marrë kompania e parë, u anullua, u morë nga turqit 190 dhe sërish non kontraktor u morë kompania e parë fituese që da bëndë me 120. Pra kjo që është denoncuar shumë herë, po që tashmë zyrtarisht në hetim. Dhe këtu kemi vetëm një nga çështjet që është lajmëruar se i përket për zhvillimet e sotme që flasim paktën edhe për kontrollet tjera pajisjes elektronike, telefona, kompjutere, laptop të sekuestruar, por dhe kontrole banesësh të punojësve, të ekipit të kabinetit të zonjës Balluku, çka do të thotë që kërkimet dhe gjetjet që do bëhen në telefonat dhe shkëmbimet e tjera elektronike të porosive të marrjeve dhe dhënieve, do të thellojnë dhe do kemi të dhëna të reja. Por, besoj do vërtoj, unë them që janë dosje tjera të shumta që kanë kaluar nëpër duart e Ballukut, që janë
janë duke u hetuar në strukturën e posaçme. Okej, do kemi mundësi të diskutojmë më gjerë. Shkira, për ty, çfarë po ndodh? Se ju jeni profesor i jurisprudencës, jeni jurist, jeni avokat, domethënë si janë informacionet dhe statusi juridik i zonjës Balluku në këto momente? Unë nuk mund të flas për gjëra të pa bërë ende zyrtare, ajo që mund të si e gazetar investigativ është. Ajo që vlen në këtë rast për të dy mendimet është që reforma në drejtësi po funksionon, sepse gjithmonë kur reforma në drejtësi funksionon duke thirrë Saliun, atëherë Saliu ti ke fjalën për Sali Berishën. Ajo flisni ju socialistët. Ajo është e njanshme. Është refreni Rama sa kështu që dihet. Kur reforma në drejtësi thërret personazhe të tjerë të rreshtuar në kampin e socialistëve, atëherë duart trokitet dhe thuhet se funksionon. Pra, duhet të unifikojmë një herë qëndrimin e përbashkët dhe të bëjmë marrëveshjen e konvencioneve që përdorim. Reforma në drejtësi është votuar me vullnetin e kësaj mazhorance dhe sot jo vetëm me vullnetin e kësaj mazhorance dhe me presion të ambasadës amerikane kanë qenë të detyruar palët e tjera që nuk e donin reformë drejtësi, shumë mirë me presion të ambasadës amerikane. Për palët që nuk donin ta votonin. Okej, ka përzim këtë... Dhe jo mund të kapë mendalim të reforma, se kam gjëvajere se duheshëm për reformën, që dhe profesori do bëj dakord me mu, jo me vetë. Kjo është aja, pra ne po flasim për personazhe që sot janë... E dini kush ka bërë vetingun një nga elementë rëndësishëm të reformës? Një kompani kanalesh austriake, në të cilën ish kryeministri austriak Sebastian Kurz kishte 40% të aksione. Kompani pusetash. Kjo është reforma? I nderuar. Jo, është zyrtare kjo. Reforma është kjo. Kompania kanaleve hidraulikët bëjnë reformën në Shqipëri. Që ne sot. Dhe të reforma me që profesori Undal, kemi pasur dhe motrën e ministrës, zonjën Pamela, që ishte drejtuese komisionit. Shqipëria 2.4 milion banorësh. Ja që shqyqy që kemi faktet. Duhet i... Te 2.4 milion banorë, a mund të gjenim... Nuk është Poloni që është 20-50 milion banorë. A mund të gjenim te 2.4 milion banorë dikë që e kishte mesatar si pas kriterive kushtetuese. Nuk mund... Fokusojmë të ballu. Nuk mund të përjashtojmë. Nuk mund të përjashtojmë individ, sepse kanë një lidhje. Kosa kjo nuk ka përbër. Kriteri kushtetues për qenë antar i Komisionit Pavarët Kualifikimit dhe Komisionit Posaçëm të Apelimit ishte një element pra i domosdoshëm, mesatarja 8 dhe sipër. Zonja dhe 5 të tjera, apo 6, e kishin 5 dhe 6 mesatarë. Ka institucione të cilat e kanë verifikuar këtë gjë. Jo, ka mund dokumenti çfarë institucionesh. Unë nuk mund të dalë dhe të bëj autoritetin hetues të institucioneve të cilat kanë kaluar. Të cilat e kanë kaluar. E kanë kaluar grupin auditues. A bëjmë teori apo fakte? Jo, fakt jemi që reforma në drejtësi ka personazhe të cilët sot mira apo keq, janë duke vuajtur në institucionet e vuajtjes së dënimit. I nderuar, jo vuajtje s'ka vuajtje, o thashë them drejtësi. Unë të them që zonja që përmenda e ka mesatarën, po është kriterit kushtetues dhe ka qëndruar dhe qëndron në detyrë, kjo është kapje e drejtësisë. Ka institucione kushtetuese të cilat bëjnë verifikimin e këtyre personazheve. Se kanë bërë. Unë kam bërë denoncim publik, e kam dokumentin, jo, mos bëj denoncim publik, bëj denoncim në institucionet. Institucioni ka tagën kryesisht ta marrë jo, denoncim publik mund të domethënë në profesionin tonë edhe ajo që flitet institucioni ka tagën kryesisht hetoj. Jo e ka përzim, do ta diskutojmë pak më vonë. Ne jemi fokusohemi pak te zonja Balluku. Pra ti duke thënë që s'kemi një njoftim zyrtar thotë. Po te zonja Balluku unë do doja të fokusohesha tek punët e zonjës Balluku, sepse ato janë zyrtare. Po jo, për punët e thirrura. Tek strategjia e saj si arkitekte e fitores në Tibër në 2021, tek strategjia e saj si arkitekte e fitores super të thellë në Fier, që se kishte as me grupe kriminale. As socialist i mi devot që nuk e mendonte të dilte ai rezultat, po ndoshta bim dakord ashtu. Po kjo thirrje tani? Dhe arkitekten e fitores së ardhshme, arkitekten e fitores së ardhshme këtu në Tiranë. Nga Qelia.
këtu në Tiranë. Se ju mendoni që ajo do vazhdoj nëse do ketë këtë raport ose këtë status juridik? E para një herë nuk është, domethënë do të bëjmë dakord edhe për statusin. A do jetë do të bëjmë dakord që personi që ka djeni, personi në hetim apo çfarë do lloj statusi apo i pandehur, nuk është i dënuar. Është i dënuar. Mund të arrestohet, do të bëj fushat? Tani, nuk mund të përgjigjemi pyetjeve me nëse, se qafoku e di, domethënë me nëse unë nuk ju përgjigjem pyetjeve, se ka... As fakte dhe su përgjigjeni do t'ju. Ajo thënia e halës me Xhaxhain, që po të kishte një gjë se ka, do quheshe Xhaxha edhe pse të njëjtat gjëra si Xhaxhai nuk i ka. Olanda ta kem drejtësi dhe jo në folklor. Kështu që që ta kthejmë, që mos ta kthejmë në folklor. Nuk mund folklor, sepse po pra, mos ta kthejmë, po shumë mirë. Mua më bëhet çefi që të kem njerëz. A flasim për gjëra reale që ju interesojnë shikuesve dhe qytetarëve. Po pra, gjëra reale që ju interesojnë shikuesve. Këtë të siguroj unë se një Basirin të ishin nga ditë e para punës. Po më vjen mirë. Më vjen mirë që dhe debati ka një lloj niveli përplasje. Të vërteta flasim energjia. Vjedhja ka qenë 60%. Vjedhja dhe humbja në rrjet. Sot ka shkuar 16%. Kjo është merite e zënjës Balluku? Po kush e ka drejtuar? Zoti Bardhi e ka drejtuar ministrinë e Olandi, a mundem ta bëjmë bashkëbisedim aeroporti Tiranës? Ne nuk kemi thjesht dëgjuar se njëri tjetrin, por do të flasim. A the ta kthejmë në shifra ja pra këtë. Tek energjia. A mund ndalojmë një sekondë tek ky sukses? Tek ky sukses i madh, tek energjia. Tigrat 1 dhe 2. Për 3 vitesh termocentralet në Vlorë kanë marrë mbi 100 milion euro dhe kanë prodhuar 0 kW energji dhe ky është një dosje e sekuestruar dhe në hetim nga SPAK dhe për këtë Balluku është pjesë e akuzë, do jetë në listat e akuzës dhe kjo. Pra, të marrësh 100.000 euro në ditë shqiptarëve pa prodhuar asgjë. Dhe këtu ka dalë zonja Balluku me ish ambasador Juri Kim që më pas u bë CEO kompanisë pasi u përzu nga departamenti i shtetit nga diplomacia, pra u largua me marrëveshje për të mos u hetuar administrativisht, jo penalisht. Pra, edhe zonja shkoi CEO e kësaj kompanie, sukses të cilin e kishin lajmëruar me zonjën Balluku në Tiranë. Pra kjo kompani, ky hetim do të nxjerrë jo vetëm kaq, po janë edhe kompani turke dhe iraniane që janë përfshirë në këtë hetim në pastrim parash në Shqipëri. Dhe këta janë vija të kuqe për Shqipërinë, sidomos çështjet iraniane. Atëherë, ky është një nga sukseset e zonjës Balluku, pra të japë 100 euro në ditë pa marrë asnjë kilovat energji. Por mos flasim të asaj, të kthehemi te tendrat e energjisë, te OST-ja, te OSHE-ja, te KES, tek raportet e audituesit zyrtar kontrollit lartë të shtetit, gjetjet e të cilit flasin për qindra milion euro abuzime dhe janë ta në hetim. Unë nuk e di nëse ky sukses hetimor dhe suksesi ndriçues ju përmendi, konvergoj. Kur të bëhen pjesë e një fashikulli hetimor. Janë fashikulli hetimor. Jo, pa, kur të bëhen pjesë dhe të deklarohen. Ju presin deklarimin që ju marrin ju t'u a thonë? Jo, unë pres atë deklarimin siç ka bër zoti Theodori Sollaku në 2007 në parlament, kur tha në rrugën e Kombit janë vjedhur 200 milion euro. Pra ka një abuzim për 200 milion euro. Dhe pse nuk e hetoi? Të nesërmen, ta them unë, sepse të nesërmen u shkarkua. Kush? Zoti Sollaku. Vetëm Sollaku hetonte? Zoti Sollaku u shkarkua pasi tha këtë fjali. Pra kur të thuhet këto fjali, kur të thuhen këto fjali nga organi hetimit, nuk është individ, kur të thuhen këto fjali të tilla dhe kur të ngarkohen këto si akuza dhe mos rrisin si gjyqe publike. Po pra dakord, ta hetojnë. Pse nuk e kanë hetuar? Dhe kur Rina Rama doli dhe tha për vrasjet e 21 janarit janë krim shtetëror. Sa mirë, edhe kjo është interesante. Është interesante. Po pra çfarë ndodhi? U quajt Lavire Bulevardi, u izolua komplet, u godit publikisht dhe ajo që ndodhi ishte që pas kaq vitesh, pas 15 vjetësh, ta informojnë pedagogun që kanë ndodhur në janar. Saliu doli dhe tha, po kam thënë unë, jo, s'ka thënë gjë. Krim shtetëror. Jo, tha Saliu, jo unë, Saliu. A kemi janari tek dëshira juaj për të hetuar? Pra, çfarë nuk ka ndodhur në janar? Ore një sekond, se nuk është dëshira juaj dhe dëshira ime, dëshira juaj. Këtu nuk ndahet me dëshirë. Për të hetuar. Këtu është, po pra, dëshirat janë të ndara kur vjen puna tek organet kushtetuese, të cilat i ka përcaktuar ligji me ndarjen e pushteteve. Këtu nuk e ka dëshirën PS-ja apo Edi Rama apo Belinda. Këtu dëshirën e ka institucionet e drejtësisë, të cilat janë votuar dhe janë institucione kushtetuese. Soros për
Tani 21 janarin, pamera do hapet 21 janari. Do hapet 21 janari, sepse e kanë marrë përsi për ta hapin institucionet e drejtësisë, po këtë gjë nuk e ka përgjegjësinë kryeministri apo Partia Socialiste. Si e ka? Majoranca ka përgjegjësi. Ka ikur ajo kohë kur kryeministri dilte dhe lexonte akta akuzën. Siç ja ka lexuar akta akuzën. Kur Rama i merr telefon për kohë dhe gjyqtarët dhe i thonë e kam parë unë videon, e kam parë unë draftin, e kam parë unë fascikun. Pra këto janë gjithmonë me hamendje, sepse gjë konkrete nuk ka. Tani nuk mund të flas për gjëra për teori konspiracioni. Basir, sepse zhurma nuk prodhon qartësi. Pyetje. Dakor. Çfarë informacionesh ke për çështjen konkrete për zonën Balluku? Se akoma nuk kemi të qartë. Dgjoj, jam dakord. Për çfarë çështje bëhet? Dosja e aeroportit të Vlorës është e sekuestruar. Aeroporti të Vlorës. Po jo, nuk është për tunelin? Or tuneli është, unë të thash tuneli është hyrja. Për çfarë është zonja Balluku? Fillimisht jemi te tuneli. Për atë është sigur. Gjoja një tender me hyrje së punimeve. Kush e ka bërë denoncimin dhe kur ka filluar çështja? Tani kjo ka po tepër se një vit që po hetohet do këtë histori, sepse edhe sekretarja Luk Nesiangoni flitet, pra edhe ky Nesiangoni? Edhe dëgjoj. Tani një sekond, prit, Basir, se ka kështu këtu. Do të ti thua që përsëri Nesiangoni, pra denoncuesi anonim, është denoncuesi për zonjën Balluku? Denoncimet e rënda dhe të fortë duke parë klimën e drejtësisë, pafuqinë e saj, varësinë e saj, mungesën e vullnetit të kësaj drejtësie e kapur nga Sorosi totalisht. Po, edhe ka bërë anonime? Ndryshimi i administratës ka sjellë një nerv tjetër dhe një impuls ndryshe, edhe porosit ka ardhur ndryshe. Se kemi edhe marrën pjesë do marrin 26-28 gusht dhe 2-3 shtator në departamente në takimin e mbyrorin e narkotikëve dhe pastaj kthimi në Shqipëri, vizitat në Malzi dhe ardha e prokurorit. Apo dhe ngarkuar me punë disa herë në prokurori. Me një refren, luftën do ta bëjmë bashk. Kjo ka qenë në të gjitha qëndrimet e saj, karteleve trafiku drogës. Drogës të konsideruar kartele terroriste. Po jo korrupsionin. Si ka mundësi? Ç'a ndodh? Pse këta janë të lidhura bashkë? Pse? Sepse paratë e karteleve të drogës pastrohen, formalizohen bashkërisht me korrupsionin pikërisht tek punët publike. Ka trafikant drogën në Burg. Ka trafikant drogën në Burg, të cilët kanë marrë tendra me shumicë. Trafikant drogën në Burg? Po. Që kanë marrë tendra? Kanë marrë tendra, kanë marrë shërbime, kanë marrë koncesione, kanë marrë investime strategjike. Jo, Holland, jo. Në fjalë jam i bindur, ju keni provuar të jashtëzakonshme në këtë histori dhe e keni bindjen dhe qasjen se nga shkohet. Pra, këto nuk mund të ndahen. Pra, sepse, thash, aeroporti, termocentralet, tuneli i Llogaras, në Ministria drejtuar nga zonja Balluku, janë tenderuar 12 miliardë euro punë publike. 12 miliardë? 12 miliardë. Tani, ky filtr, pra, duke i konsideruar edhe kontrollet dhe filtrat e KLSH-s, përgjithësit dhe abuzimet e mëdha që janë konstatuar që do vendos prokuroria dhe gjykata se kush është përgjegjës real, por tani në këtë punë mungon diçka. Kësaj harti mungon kryeministri i vendit. Sepse zonja Balluku me gjithë afrinë institucionale me kryeministrin nuk mundi të kalojë miliarda euro pa lejen, sa të thotë në shumë raste në mungesë dhe me porosi. Është martesë ndoshta juridike dhe teknike. Basir, secili mban përgjegjësi vetë për atë. Çfarë thotë kryeministri? Jo, prit. Do nuk mund. Sigurisht ka dhe firmat kryeministrit në këto dokumente. Nuk ka firmat kryeministrit shtetit gjë. Siç kishim, Holland, siç kishim edhe tek incineratorët. Ka dhe aty zonja Balluku pjesë. Ku ka dokumenta dalë Ministria e Balluku kishte tagër mbikëqyrje në një pjesë të rëndësishme të incineratorët. Pra, Basir, një sekondë. Edhe te incineratorët e dim firmën e kryeministrit për kompaninë Pra, jemi të qartë që denoncimi është bërë një vit para, thotë dhe po hetohet për tunelin. Nuk është vetëm tuneli. Ajo çfarë kemi marrë vesh nga nuk është vetëm atë çfarë çështje është nga lajmet drejtanishme. Ajo themun është edhe te termocentralet e energjisë, edhe aeroporti i Vlorës, termocentralet, aeroporti, Llogaraja dhe investimet, këtu janë edhe investime strategjike, edhe tendrat e të gjitha rrugëve. Thuman Kashar është një tjetër dosje që po hetohet. Koncensioni i Thuman Kashar. Tani u bën shumë këto Basir. Po tani se bëhen shumë, u çuan ata se i mbytën dosje prokurori ka. Ata ishin gjumë. Nuk besoj se zoti Prem që ka këtë për cilën jemi duke biseduar për tunelit, por nuk besoj se ka një prokuror. Aty duhet një grup prokurorësh. Me informacion që ti ke, ku ka filluar
po themi lëvizjet e grupit të prokurorëve, të grupit hetimor, se zoti Premçi e drejton atë, po kur ka filluar lëvizjet? Pra, çfarë veprime që janë kryer? Janë bërë sekuestro, janë bërë kontrolle, janë bërë kontakte me bashkëpunëtorët të zonës? Kontrolle po dhe sekuestro po, kontrolle po dhe sekuestro po, nëpër banesa dhe nëpër zyra. Banesat e kujt? Dhe banesat të bashkëpunëtorëve të saj. Të zonës Balluku. Të zonës Balluku, në banesa dhe telefonat e tyre. Janë marrë telefonat? Janë sekuestruar, biles që madje të shefes kabinete, nuk e kujtoj të shemrën se është aty, ka kohë në telefonin që gjurmohet dhe gërmohet për të parë komunikimet qoftë të zonës Balluku me ta, apo unë besoj që ata do të kërkojnë në telefonin e zonës Balluku. Jo, telefonin s'ja marrin dot? Sigurisht, me vendim gjykata i merr. Me vendim gjykata dhe me lejnë në parlament. Dhe kam bindjen që struktura e posaçme do të shkojnë në parlament me një kërkesë për mas sigurie për zonën Balluku. Do thënë, i thuaj që Spaku, zotë prokurori Premçi, kërkon parlamentit heqjen e imunitetit dhe kërkesën për arrestim. Dhe këtë kërkesë duhet ta konfirmojë edhe drejtuesi i institucionit, që është procedura. Po pse nuk e kanë bërë deri tani këtë? Unë mendoj që presioni i zotit Rama mund të kishin pas veprime edhe më radikale në këtë periudhë. Rama mbajti qëndrim korrekt ose për kuriozitet kam parë të gjitha qëndrimet e zotit Rama. Jo, atë që tha për Deutsche Welle, po thënë. Jo, kam parë qëndrimet e zotit Rama për Veliajin, për Tahirin, për Beqen, për të gjithë bashkëpunëtorët, për Ahmedin. Duke i parë pra, deklarimin e parë, të dytë, të tretë, se si kanë ndryshuar nga një javë tjetër, sipas ecurisë së hetimeve, qëndrimet e zotit Rama kanë ndryshuar në raport me të akuzuarin. Po, zonën Balluku ai tha që siç e dini tha, është me drejtësisë. Po, gjushi ishte akullore. Tahiri ishte më i suksesshëm në 30 vite. Në deklarimet e para them, në deklarimet e para. Kush këtu, ky reagim i parë më duket shumë herë më i ftohtë se sa sevdaja e deklarimeve të mëparshme ndaj ministrave. Pra, ky është një paralajmërim që paq vetën qafë. Rama është duke kujdesur të ruaj vetvete, sepse dosja amerikane antidrogës për Raman ka mbritur prej javësh në Tiranë. Dhe Rama po pret të marrë të sillë njoftimi rena. Po mirë, të bëj pyetje kështu, kur Rama kishte kaq informacion, sa ai që njëri që kam shumë informacion. Pse e rikonfirmoi zonin Balluku zëvendës kryeministër? Ja ka marrë jo fort me dashje. Ka qenë i detyruar. Nga kush? Ja ka imponuar vetë bashkëpunëtorja që mos e lori jashtë qeverisë. I ka vënë zonja Balluku presion, i ka bërë zonja Balluku. Për presion mjafton sekretet e përbashkëta për të bindur dy palët. Mjaftoi Rama nga ata që kanë më shumë presion se të gjithë. Prandaj ka të njëjtën ministra që nga burgu qeverisin. Okej, për ju gjitha këto që e di si mu duk, unë e kam mik atë, e ka përmend emrin gjithmonë për mirë sepse e ka pasion ai ti bëj këto, Alfred Cako. Ai është konspiracionist i papar. Po, e ke mik. Ai e kam shumë mik edhe nuk e kam problem kur janë nxjerrë emrin nëpër këto sepse domethënë Cakos unë ja pranoj kur mi thot këto gjëra që u takuan natën atje te vila e këtij, folën këto, bën ato, hëngrën drek, po dreka kishte këtë gjë. Por tani unë nuk mund të hyj dhe të bëj analiza konspiracionizmi se kush i ka vënë kushte kujt. Jo, Basiri tha këto janë burimet e mia. Po dakor, pra, po kush është burimi të thuash që i ka bër presion zonja Balluku. Ja e ka imponuar zotit Rama. Ja ka imponuar thash. Dhe ta kesh këtë informacion, do të thotë që këtë informacion o e ke nga zoti Rama o e ke nga zonja Balluku. O zotëri, thash ja ka imponuar. Unë jam live, nuk mund të këmbesh fjalët e mia ndryshe. Jo pra, domethënë ja ka imponuar. Ja ka imponuar. Se zoti Qafoku thotë ka informacione sipas informacioneve vetveta. Unë thash imponuar. Ju e mërtojni si të doni. Po pra. Unë nuk thash se ka bërë shantazh, ka bërë presion. Po. Apo ka ardhur dosja, ne nuk dim asnjë dosje. Po se dini ju e di unë më zotëri. Se kjo është puna ime të di dosje. Ju dini kodin penal, kodin procedurës, e këto gjëra teorike. Nuk shoh se keni djeni ose nuk doni të keni. Ka frikë, do thirrë, do bëjë. Ndërkohë që kryeministri është mandatuar për të qeverisur në mandatin e 4. Është mandatuar me një shumicë absolute votash nga shqiptarët. Ka vjedhur një shumicë absolute votash edhe sipas raportit ose kam një pyetje të drejtë për drejtë. Tani lista e bashkëpunëtorëve të zotit Rama që janë pjesë e drejtësisë është shumë e gjatë dhe jo vetëm është e gjatë, po është me personazhet më të rëndësishëm. Që nga Samir Tahiri,
një njeriu më i përshtatshëm mbas zotit Rama sa ishte në detyrë. Nga Ilia Beqa, një nga bashkëpunëtorët më të afërt. Jo, një sekondë. Dakor, po tani Ilia që presupozoj që ishte pasardhës i zotit Rama. Arben Ahmeta i zëvendës kryeministër dhe tani me Lefter Koka ministër, Alti Vllako deputet. Mund të rrim. Janë 25 kryetar bashkisht. Po, mund të rrim ti numërojmë të gjithë. Tani, nga suksesi kanë shkuar në Burg. E para një herë, jo, këta ta them unë. Këta kanë shkuar në Burg nga reforma në drejtësi. Dakor? Ky është fakt. Pastaj pjesën tjetër është interpretim. Është opinion. Fakt është, këta kanë shkuar sepse ka funksionuar reforma në drejtësi. A guxonte ndonjëherë prokurori sepse ikte koka, ja ku ti nxora 2 prokurorë të kohës së Saliut, ishin Theodori Sollaku që e gjeti aty, se ishte emëruar në 2003, dhe hoqi me mbiemra e hoqi në 2, po kaq pra ishin. Kështu mësoni studentët? Po 2 prokurorë më ishin. Prokuroria Ramës? Pra Theodoriu e gjeti aty, edhe e hoqi, domethënë se lata mbaron të mandatin, vuri Silvia Kontin, të nderuarën Ina Ramën, e poshtroi, e hoqi dhe i mbaroi mandati dhe e kaloi komplet. Vuri Tikun, Tiku iku, pastaj Tiku është i dënuar. Ashtu, Tiku në 2012 na u emërua prokurori. Pse u dënua? Ti e ke për drejtë kllave. Muhabet tjetër tani. Dënuar për Bankersin, për ato që është rikthyer në hetim. Muhabet tjetër. Sepse ambasadori amerikan i shkon zyrë dhe i tha mos e top Bankersin. Dy prokurorë. Do të kemi korajat, ju themi të vërtetën. 3 prokurorë. Sepse ambasadori sepse ambasadori amerikan ka thirrur deputetë kanë periudhë në ambasadë. Njëri u dënua, 2 sa guxonin të bënë një hetim, hiqeshin. Tani çfarë kemi sot? Sot kemi një prokurori të fort, e cila guxon të futi në burg ministra, guxon të futi në burg kryetar bashkie dhe vazhdon të respektohet. Pse? Sepse kjo ishte reforma në drejtësi. Kur u votua, të gjithë këta e dinin. Bravo. Jo më çfarë bravo. Tani një sekond. Tani kush bën atë të cilën kodi penal e sankcionon si vepër penale? Këtu nuk ka përgjegjësi zoti Rama. Po kush ka përgjegjësi? Dhe as Partia Socialiste. Ka qeveria e Kosovës, s'ka zoti Rama përgjegjësi morale dhe politike? Ka qeveria e Kosovës. Jo, s'ka. Andi, këtu përgjegjësinë e ka individi i cili i ka bërë sapet mirë në kokën e vet kur ka bërë veprime të tilla. Mbrapa Kurrizit. Tani e di kush do të ishte problemi. Jo, problemi do të ishte nëse zoti Rama do dilte dhe do thoshte jo, ka dalë. Këtë do ta mbrojmë sepse nuk do t'ja japim drejtësisë. Nuk kjo ka dalë. Kjo ka mbrojtë. Edi Rama ka vendosur një linjë të qartë. Se tani dëgjova. Edi Rama ka mbrojtur. Edi Rama ka mbrojtur një linjë. Linjën e ndarjes së drejtësisë nga politika. Do ta haj Rama presioni siç thotë zoti. Ora çfarë presion po flasim sepse Edi Rama ka vendosur një linjë të fortë dhe të qartë ndarjes së politikës me drejtësi. Çfarë presioni po thoni tani sepse presion? Kush presion? Kur e thret, kush është presion? Kur thirret në komisionin e ligjeve kryeprokurori i përgjithshëm dhe kryeprokurori i Spakut, drejtuesi i prokurorisë së Spakut dhe po pra, jo, në komisionin e ligjeve para ca ditësh. Dhe pyetjet që bënte opozita ishin pyetje që lidheshin me çështje në hetim dhe nuk ishte ky koncepti dhe qëllimi i të thirrurit aty, sepse ato janë çështje në hetim dhe informacion që janë në hetim, nuk jepin dhe nuk bëhen publike. Dhe as nuk bëhen aty kallëzime. Je dakord me këtë që thot Basiri që Rama do jetë në presion nga zonja Balluku? Sigurisht që do jetë. Jo, po pyes këtë ose ti e the. Atëherë, unë nuk mund të vazhdoj në të njëjtën linjë mendimi të presioneve. Ajo që shoh është që zonja Balluku është ministrja dhe zëvendës kryeministrja në të njëjtën kohë më punëtore që ka patur ndonjëherë historikisht Partia Socialiste. Njeriu që ka transformuar shumë nga sektorët problematik. Më duken si shumë nga sektorët problematik. Pas largimit të Fugës të deklaratat më hiperbolt. Shumë nga sektorët më problematik të mbartur ndër vite, pikërisht kjo zonjë. Akuza nuk është alkoolike. Dakor, kjo zonjë i ka
sheshuar këto gropat që ishin dhe i ka mbush i ka mbush, po flasim për aeroportin e Tiranës që ka 3 fishin e fluturimeve se ç'ishte më parë. Kompani private s'ka lidhje pa Jo, po flasim për aeroportin e Tiranës, s'është biznes privat, ka edhe një strategji politike nga mbrapa. Është, po flasim për aeroportin e Tiranës që shumë shpejt do të nisi fluturimet interkontinentale Shqipëri-Amerikë. Po flasim për një aeroport të ndërtuar në Kukës, po flasim për një aeroport gjatë mbaruar. Po flasim për një patjetër. Jo, një sekondë, është ndërtuar aeroport me mungesë funksional nga momenti në moment, mjafton të liçen linjat. Po flasim për aeroportin e Vlorës që është xhai përfunduar. Pra, çfarë ato? Po flasim për kantiere rrugore të hapura në gjithë Shqipërinë. Dhe më i fundit i ndërtuar është si Balluku do ishte bëj përmbajtur. Dhe në qendrim. Kantieri rrugor i përfunduar më i fundit është rruga Qukës Qafploç. Po që është hetim. Që është hetim. Që është hetim. Tani dakor, po shumë më që është në hetim. Tani do të mos hetohesh, do të mos kundërshtohesh. Mos bëj asnjë gjë më. Ore mos bëj asnjë gjë. Do të mos thon asgjë për ty. Mos bëj asnjë punë, edhe je në rregull. Ja ku e keni atë ish kryetarin Lulin. Çfarë bëri Luli? Luli ja futi gjumin në bashki. Ka ndonjë akuzë publike për Lulin për punën në bashki? Zero. Po si do ketë akuzë? Pse nuk është? Po s'ka, po fjetje. Po një që flet, po merre me këta që janë zgjuar, se ata kanë vjedhur. Jo. Po bëre punë, pastaj dikujt do t'i pëlqejë, dikujt do t'i pëlqejë. Basir, ka një pyetje të vështirë për ty. Po, vetë ti them 2 gjëra për pas janë shumë interesante. Çështja e incineratorëve me një abuzim për 430 milionë euro. Është akuza më e rëndë ndaj strukturës ndaj SPAK-ut. Ndaj ka Balluku këtu? Jo, ka, se edhe aty ka një episod Balluku që ishte përgjegjës dhe shmangur. Po them për strukturën e posaçme për prokurorinë. Pra, të kesh 430 milionë euro abuzim, të kesh 100 pandeur në qeli, të dënuar, narrati, dhe ti nuk ke akuzë për grup strukturar dhe organizatë kriminale, sipas 28 Kodit Penal, këtë nuk ka student drejtësie që nuk e pranon. Po kjo bëhet pyetje. Kjo është amnistia. Kjo pyetje ti bën këtij Dumanit në komision dhe në parlament. Unë ja kam bërë publikisht. Po ata i thonë që ata i bëjnë pyetje po. Do ta bëjnë, sigurisht që do ta bëjnë. Ai ke parti. Vazhdoj pak më tej. Te deklarimet e zotit Dumanit. Pse Rama, Akshi, është Boçanaku i Ramës, që ka marrë gjithë tendrat që janë hetim. Ekoparku, janë familjarët e Ramës që është në hetim. Zibraka është vllai i Ramës që është në hetim. Po them për gjëra personale. Tani vjen te deklarimet e zotit Dumanit në Kuvan, në komision që ka bërë. Para një viti kishte një raportim të zotit Dumanit dhe prokurorit të tjerë. Dhe mua më ka bërë përshtypje disa nga qendrimet e zotit Dumanit që prisja pas thënieve të tij të kishim hetime konkrete dhe ndëshkime konkrete. Cila është prej tyre? Njëra prej tyre që ka të bëjë me sistemin ishte që nga materialet dhe nga dosjet që na kanë ardhur, sidomos nga ata të partnerëve të Skyhankrave, ne kemi konstatuar dhe ai ka tagrin ta thotë sepse ka dosjet aty. Që oficer kjo është shumë. E pror. Gjë më e rëndësishme dhe. Pra, oficer të lartë. Oficer të lartë policisë shtetit na dalin, na luftojnë të lidhur me krimin e organizuar në banda të trafikut. Tani, unë e mbështes dhe besoj zot. Jo, bravo kjo. Tani, shumë mirë. Po shumë. Por pas një viti e gjysmë, asnjë oficer i lartë nuk është larguar, nuk është hetuar, nuk është vënë përballë drejtësisë dhe unë duke vazhduar në logjikën dhe deklarimin e Dumanit. Jo ka diçka. Nuk vë Dumani. Prit. Asir. Jo, e kam këtu. Nuk është më piramidale siç kemi punuar ne. Çdo prokuror më vete. Ka tagri, ligji ja njeh çdo prokurori decentralizimi e ka bërë. Dakor. Po, okay. Po se detyrohet Dumani. Po drejtuesi i prokurorisë mban qendrim, dërgon i bashkangjitet dosjes. Nuk e dinë ve. Ja një ligji drejtuesi i prokurorisë. Edhe në relacione. Basir, ajo është deklarata më e fortë që ka bërë. Por tani, ne ke kapur më të rëndësishme që shumë pak përveç kësaj. Po se ka Dumani edhe. Prit, jo ka pjesë Dumani. Ku e ka? Pra, si drejtuesi i strukturës, ai ndërhyn të çështjet e çanta, dërgon relacione, bëhet hetues në dosjet përbashkëta. Ai mund të bashkangjitet. Po, bashkangjitet. Përveç kësaj, përveç kësaj, për çështje të caktuara, siç ka ndodhur, kam biseduar me prokurorin jo pak, dërgon relacion apo qendrimin e tij për çështje të caktuara që i bashkangjitet dosjet dhe shkon në gjykat. Por tani, meraku im si qytetar dhe gazeta është ore këta, unë i besoj prokurorit që këta janë aty, po këta prej një viti e gjysmë që janë pona të zyre janë lidhur me krimin, për kë punojnë? Okej, kam një pyetje. Përveç kësaj, po në referimet e zotit Dumani, pra, unë po marr gjërat publike të thona prej drejtuesit SPAK-ut. Ka thënë që ka edhe prokurorë dhe gjyqtarë të implikuar. Po. Dhe nga informacioni që kam unë, ka edhe prokurorë dhe gjyqtarë të SPAK-ut.
të Sky Angro, që çatojnë ata, jo për motin e për dashnorët, por për krimin. Prokurorët e gjykatës të Spakut. Po. Tani që janë të lidhur, që kanë dalë përgjime? Po. Tani këtu duhet vetë pastrimi që të shkojmë më larg. Po, ti thua si ajo, se me që ti je dhe pjesë e lehtësisë. Mirë redaktorët tha, na redaktojnë neve, tha autorëve, tha. Po redaktorët tha, kush i redakton? Po Dan Brown të diabollit sot porohet kush i ruan. Po po redaktorët tha, kush i redakton? Tani pyetja ime, o Basir, se ti ke qenë kandidat për deputet. Edhe ta mbash këtë, më thojnë se njoll. Të njoll ta mbash këtë në biografi. Po mimo, si shumë janë këta që i ka Spaku dëdhëm personazhet veta. Si ore opozita nuk përfiton fare në kjo. Tani mu përgjigj tani. Kjo është pyetje $1 milion dhe përgjigja duhet të jetë të paktën të jetë sa $100.000. 50 centë. Dgjoj. Përfshirja sot në parlament ne kemi deputet nga Amerika Latine. Kemi deputet nga Ekuadori, nga Kolumbia, nga Venezuela, tani pipa me këtë që po. Nga Meksika, sepse kur njerëzit që shkojnë... Prit, si e kalon ti këtë kështu? Si ishte ky deputet se piva uju? Deputet në parlament? Po. Grup parlamentari, krimit organizuar, përbëhet nga deputet të Amerikës Latine, që janë deputet që janë financuar nga grupet që trafikojnë kokainë nga Ekuadori, Kolumbia, Venezuela. Dhe janë futur në parlament? Po sigurisht që po. I forti, po sigurisht që po. Unë kam qenë terreni, kam pasur përballë një pjesë të njerëzve të trafikut drogës. Okej, po si nuk përkthehet kjo në rritje të kuotave të opozitës? Po si do përkthehet kur kontingjent të krimit organizuar janë në terren, ata kandidojnë. Si? Unë me çfarë di këtu kam dënuar spa, kam jo, ti nuk je dënuar se faqja jote. Kam shkuar disa herë. E ke plot shumë. Unë jo. Sot dje. Dandi. Kam shkuar. Ja, këtu e kam. Kam shkuar. Po, dakor. Kam shkuar disa herë gjatë fushatës, Landi. Ja, për ditë basin çfarë. Do vazhdoj, po. Këtë punë bëjmë ne. Ti e ke bërë, vazhdon ta bësh unë gjithë disa militan. Për zonjën Landi. Kam shkuar disa herë në programin e posaçme gjatë fushatës. Po, e di. Elektorale. Po, e di. Pakta 5-6 herë. Duke dhënë ato që unë i çmoja si ishin indicie, që struktura pasaj. Dhe nuk u bazia? Të shkonte. Pafuqia e tyre ishte edhe infrastrukturore. Po pse çfarë? Edhe infrastrukturore. 20 prokurorë dhe 60 oficerë të BKH-s, 80 persona në gjithë Shqipërinë e kishin të pamundur ta mbulonin territorin për të bërë veprime në kohë reale, në kushtet e flagrancës. Task Force. Nuk e kishte, e ka shprehur edhe Zodomani këtë pamundësi infrastrukturore, por unë ndaj bindjen sërish, mbas asaj që edhe kam parë në terren, që kishte momente, por të paktën ndryshë raste të bëshin shembull se kishte lënd, kishte fakte, kishte prova, se po të kthehemi hetimet më parë. Landi, 184, 399 që unë njoh shumë mirë. O Basir, ore politikisht nuk përfiton dot Partia Demokratike. Shkuan dhe arrestuan. Një sekondë, këtu. Nuk përfiton dot politikisht, se po ti ishte Partia Socialiste në opozitë, se 21 janari pra ku bë? 21 janari u bë për 700 euro të pretenduar si korrupsion. Po pra, të pretenduar. Këtu kemi, po se nuk u provua. Me vendi gjykatën nuk është. Por pse s'del në rrugë Partia Demokratike? Po, këtë duhet ta bëj. Ajo duhet të motivojë dhe të thotë të vërtetën shqiptarëve, sigurisht, e vërteta vërtet, e uloret, por pavarësisht se shqiptarët këtu kemi më pak shqiptarë në Shqipëri se sa jashtë shtetit. Shqipëria e madhe është jashtë vend. Nuk kemi qenë kaq sepse ata që edhe mund reagonin, pra unë nuk shoh intelektual që reagoj. Kur hesh intelektuali fashizmit 13 vete kundërshtuan dhe ata mbanë mend. Më tepër sa vetë regjimi. Pra, njëri që nuk është pse nuk i ngjit kësaj Partia Demokratike? Pse nuk e kthen këtë në rritje kuote? Me gjithë mëkatet që mund të ketë Partia Demokratike, problemi gjithmonë është qeverisja. Por edhe Partia Demokratike duhet të jetë më radikale në disa aksione të saj, duhet të jetë jo tek dhuna në parlament, pra dhuna bëhet dhe aksion politik, nuk është nevoja. Dhuna në parlament, pse është urrëzohet e dirama? Jo thash jo, thash po. Thash jo tek dhuna në parlament. Por qytetarët, kur shohin se në gjykat ka 150.000 dosje, duhet 30 vjet për të marrë një vendim. Kur shohin që se gjykata është bërë më keq se spitali, se spitali ai që përpiqet hyj avion të shkojë jashtë me shërbim, po këtu derisa të marrësh punë kushtetuese nuk i ikën dot. Të mapeng, nuk letikësh. Kur shohin se drejtësi s'ke, shërbime s'ke, pamundësia të ka rrethuar, atëherë shqiptarët nuk duhet t'ia kërkojnë vetëm një partie politike të
tjetërsimin e situatës. Duhet të jenë aksioner të ndryshimeve, duhet të jenë pjesëmarrës në vendime, por natyrisht ajo parti që në këtë rast është Partia Demokratike sepse është partia më e madhe opozitare, ajo duhet të bëjë aksionit opozitar dhe duhet që oferta duhet të ketë moralin prioritar. Kjo është gjë e rëndësishme që ke thënë pozicion. Thelbi dhe Londra morali, sigurisht. Morali, pik, aty ndahet. Dhe ajo që unë kam shkruar dhe kam thonë, nëse një ish funksionar i Partisë Demokratike bëhet pjesë e kësaj qeverisje duke bërë këtë lavazhin në periferik të kësaj qeverie apo të kryeministrit, është shumë herë më pak i domshëm se nëse një deputet apo funksionar partie merr tendra tek bashkia, tek qeveria, leje ndërtimi, pra është një korrupsion ky i natës më i domshëm se sa i publik i disa funksionarëve që janë njohur për arsye personale për të marrë një detyrë. Dhe ndaj dhe opozita ka detyrim, por këtë nuk mund ta bëjmë më zgjedhje sepse zgjedhjet janë asgjë. Brenda kësaj Basir, çfarë sikleti vihet qeverisja dhe majoranca me targetimin nga spaku të zonjës Ballogut? Çfarë pret, çfarë pasojë? Landi, nga Rama 1. Dje ishte dhe bashkëri zonës Miropali në strukturën e posaçme. Dhe me fillimin e çështje penale nga argimti edhe në zonën Miropali, në kuadër të ligjit antimafit, bëhet hetim pasuror. Se është person i lidhur. Pra tani nga Rama 1 tek Rama 4 ose 3 më saktësisht, se 4 janë ca anonim, unë nuk shoh një ministër që nuk është marrë në hetim, i pandehur, i arrestuar, i larguar. Tani nuk di ku t'ia vekish njërin, më thuhet që nuk është që edhe zoti Rama, kur zoti Dumani prapë referohem deklarimit të tij publik, theksoi që nga janari i vitit 2022 është regjistruar procedimi penal për Charles McGonigal. Amerikanë kanë marrë punë, kanë dënuar zotërin. Vazhdojnë me episode të tjera për shërbimin rus dhe kines që ka baderdi edhe në Shqipëri. Se këto oligarkët rusë sankcionuar kanë marrë tendra në Shqipëri për ndërtimin, për hidrokarburët. Kanë marrë, vazhdojnë ato, trashin bizneset, ndërkohë që janë këtu. Dhe për 2 muaj, kjo çështje mbush 4 vjet e regjistruar. Në raportimin e fundit në një nga komisionet parlamentare, Zodomani theksoi që janë bërë shumë veprime hetimore në Shqipëri. Dhe po presin pjesën amerikanë. Po mirë, për 4 vjet nuk arritet të thrasesh sepse nga padija e bërë nga opozita, unë kam lexuar një plan të madh të padisë, është zoti Rama, Balla, Gjiknuri, Duçka, të paditur, Veliaj, asnjërin për këtyre të paditurve. Këto janë teknikalitete, po flas pasojë politike për majorancën. Për 4 vite, asnjërin për këtyre nuk e ke thirrur. Jo, Basir, pasojat politike për majorancën me këtë status juridik të zonës Ballogut. Çfarë sjell? Nëse Rama do i duhet të bënte një mbledhje qeverie me qeverinë e tij 1, 2, 3, duhet ta bënte 313. Po ti je kështu fare, ti je ngul në eshtër dhe pastaj rrotëllon aty. Po nuk patjetër janë ata. O duke pritë ose kanë hyrë. Rama është siklet personal. Për dosjen e tij. Për dosjen e tij. Përveç Charlit, dosja e trafikut të drogës dhe karteleve të drogës që kanë pasuruar para në Shqipëri, tani po të përmend vetëm 3 çështje që janë, se unë kam vesh se flas me emra. Toyota Yaris, Çopja, Shqiponja e Zez. Janë 3 nga proces, 3 nga, ka shumë të tjera që po zhvillohen gjyqje në Belgjik. Nga deklarimet e prokurorës federale të çështjes, ajo ka theksuar të janë 40 pandehur, 20 janë kolumbian, 20 shqiptar. Jo, dakord, po. Ajo ka theksuar. Rama është mandat e 4. Për ta lidhur me Rama, do ta dalë Rama. Po. Ajo ka theksuar se vetëm nga episodi i kësaj dosje janë investuar 3 miliard euro në Shqipëri, në Tiranë dhe në Shqipëri, 3 miliard euro vetëm nga disa pandehur. Çopja kishte 6 miliard euro trafik. Toyota sa ka atje, pra ti me 3 çështje, ç'sa këtu? Ka 10 miliard euro. Pra janë 2 buxhete. Okej. Dhe tani pyetja është, kush i ka lejuar këta njerëz të trafikut kokainës të pastrojnë para në Shqipëri? Kush ua ka mundësuar infrastrukturën? Kush ua ka dhënë lejen e pallateve, të hoteleve, të resorteve? Ju a ka dhënë kryeministri i vendit Edi Rama. Se ata nuk kanë marrë lejen Malzi tani për ndërtuar Tiranë. Se kanë marrë në Maqedoni. 4 mandate. 4 mandate po të shumë miliarda euro. Ka me vota jo. Më kujtohet në një gjyq në Shtetet Bashkuara të një të arrestuar nga Afganistani. Po. Dhe i thot i pandehur i gjykatësit, thot i nderuar gjykata sot, mos bëni sikur nuk e dini se çfarë ndodh në Afganistan. Në një vend thot, kur me $50 mund blez gjysmën e katonit, imagjinoni ç'është mund bëni me qindra dhe miliarda. Andi, një pyetje për ty. E vendos Partinë Socialiste në vështirësi
ky moment për zonjën Balluku, ky status juridik i zonjës Balluku? E para njëherë se këtu u bë sigur, por ne po jetojmë në nga republikat e bananave. Ta quajmë dhe ashtu. Në 2023-shin, Shqipëria ka dalë nga ajo që quhet lista gri Ka hyjtë e zeza. Me risk për pastrimin e parave. Pra luftë ashtu. Kjo është e vërtetë dhe ky është fakt. Kjo është e vërtetë, Basir. Jo. Tani. Jo. Tani si jo. Jo. Basir, një fjali e gjysëm. Jo nga njoftimi, jo. Jo, Landi, shi. Bile më kanë nxjerrin. Ose sepse ti e ke arkivin tonë të pasur. Landi, një fjali, ndjes. Kërkoj ndjes, një fjali e gjysëm. Raporti i dijes. Departamenti i Drogës Italiane. Jo raport në parlament, në senat, ku thotë që krimi i organizuar shqiptar ka ndikim në 35% të ekonomisë dhe sigurisë së Bashkimit Evropian. Ky është raport. Zyrtar në senat. Kjo është kështu pasaj shutdown. Po jo, kjo unë shoh institucione. Dhe nuk është përgjigjëstruar nga asnjë autoritet shqiptar. As drejtësisë, as sigurisë. Kto janë sipas humorit, janë sipas Los antimafia bën humor. Jo, këto e disi janë këto. Drageta bën humor, Sinaloa bën humor. Është ai humori i holandezëve që ishte problem hashashi i Shqipërisë, se kishte problem Hollanda hashashin e Shqipërisë, po ndërkohë në Hollandë nëse Sinaloa Drageta i nderuar hashashin në dosje këtu poshtë edhe ju konsideroni humor. Tani humoret sipas Ky është raport zyrtar që ju them unë. Humoret sipas interesave elektorale, po ta mbaroj tani se u dëgjova 20 minuta. Është raport zyrtar. Po mirë, dhe ti the gjëra që nuk kanë ndërhyrë, po nuk hyva aty tani. Tani, në 2023 ka dalë nga lista e pastrimit parave, përfundimisht. Pra nuk kam, është bërë aq luftë sa Shqipëria nuk është më vend me risk për pastrimin e parave. Nuk është vend me risk? Dhe në 2025-ën hyri pjesë e sistemit SEPA për lehtësimin e pagesave brenda Komunitetit Bashkimit Evropian. Tani këto janë fakte qafok. Këta janë të pavërteta. Pjesa tjetër janë opinione. Si kush janë të pavërteta? Që në tetor 2025-ën u bën pjesë e SEPA-s për të kryer pagesat në mënyrë të lehtësuar nga pikpamja e verifikimit të këtyre pagesave. Kjo është apo raporti Dias, që FATF-ja në 2023-shin e hoqi Shqipërinë nga lista e vendeve me risk për pastrimin e parave. Ajo është raport shoqatash. Ajo është raport shoqatash. Jo, nuk janë shoqata, janë institucione, sepse Shqipëria o është ose është pjesa e asaj liste. Dhe nëse është ke një pyetësor kaq, të cili duhet i përgjigjesh kur bën një transfer apo kur bën një hyrje. Tani janë hequr këto. Ashtu, janë hequr po janë hequr po mirë, okay, bëj një transfer atëherë që ta kuptosh. Tani, sepse prandaj ka dhe komisione, se komisionet mbajnë organizma të tillë. Kur komisionet bien, do thotë që këto organizma verifikimi hiqen nga këto shtete, siç është dhe Shqipëria. Ky është fakt. Sepse nuk mund të vinë 12 milion turist, nuk mund të vinë 12 milion turist në një vend i cili që nga kaq zi, ku këtu asgjë nuk funksionon, ku këtu parajsë fiskale. Parajsë fiskale. Një vend që ka hapur gjithë grup kapitull, një vend që për 2 vjet pret të mbyllet gjithë grup kapitull, një vend që për 4 vjet pret të integrohet plotësisht në Bashkimin Evropian, një vend që ka vendosur emrin dhe gjurmën në nivel të politikës ndërkombëtare. Ja, pra kjo është, tani duam ta shohim si është, në fakt unë po flas gjëra konkrete, unë po flas opinione. E gjithë pjesat tjerë janë opinione. Raporti Dias opinion, tani le mos shkojmë edhe në mësim pak sa turp. Thush raporti Dias opinion. Okej. Si raporti Dias opinion, s'është turp. Po është turp tani. Raporti Dias dhe Dias mbajta një lloj. Jo, raporti Dias. Tani, kjo është goditje për shbrezit. Jo, unë them raporti Dias, ti thu opinion. E kalon në momentin që e kalon personale. Jo, më zotëri, jo. Unë them raporti Dias. Kjo që thoni ju është opinion. Unë them raporti thoni opinion. Çfarë është kjo? Nuk është personale? Unë nuk them gënjeshtra këtu. Mirë, Basir, po jo tani unë them raporti Dias e thot opinion. Mësim dhënie e kështu. Jo. Andi, a e vendos në Jo, po s'kam çart tani. Tani çart, në momentin që ti deri tani ishte okay, deri në momentin kur ishte pjesë e shkëmbimit të antitezave të mendimeve, në momentin kur kalon dhe fyen. Unë përmend raportin tonë opinion. Kalon dhe fyen. Po ju po fyeni se thoni është opinion, ju po thoni se nuk thoni vërtetën. Personale, tani nuk kam gjë me ju. Jo, s'ka gjë personale.
Unë po rri në emision për të respektuar, sepse unë vi gjithmonë këtu, por në momentin që unë nuk jam fyer ndonjëherë në asnjë studio. Jo, nuk ka fyrje kjo. Ju kontestuat një deklarim timin. Unë nuk kam gjë me të tjerët. Ju thatë, deklarimi im për raportin e dijes është opinion. Unë nuk vura në pikpyetje integritetin tuaj si gazetar apo si analist. Unë citova një raport zyrtar dhe ju thatë ajo. Dhe unë në asnjë moment nuk i jap vetes atributin për të thënë ik tani mos u merr me gazetari. Pra nuk e bëj këtë gjë. Jo me ty, po me asnjë. Ju thatë një konstatim që nuk qëndron. Ju përmendët. Po edhe ti ke thënë shumë gjëra që nuk qëndrojnë. Jo. Dhe unë nuk kam thënë gjë. Tani kur e ke në nivel debati për mendimin, nuk kam personazhe me ju. Po dakor, po mënyra artikulimit ishte totalisht personale, ku nuk e personale atëherë. Nëse e keni marrë personale kërkoj ndjes, nuk ka gjë personale, absolutisht. E Basir. Kërkoj ndjes. Po nuk e kam personale. Unë citova një raport zyrtar, më thotë është tash them. Unë nuk kam marrë për të gënjur. Të shpëtoj një gjë që nuk duhet të. E kaloi tha ndjes tani, iku ajo. Tani, Andi, pjesa politike më intereson më shumë në këto momente, sepse për të vërtetë, për të qenë korrekt, nuk është se kemi një njoftim dhe një qartësim nga Spaku. Pjesa, çfarë po ndodh tani në PS me këtë? Çfarë ka aty? Çfarë ndodh tani? Landi, Partia Socialiste po përgatitet sepse ka zgjedhje në ca bashki të vogla. 5. Ashtu, në Tiranë akoma nuk kemi. Po shumë shpejt do ketë dhe në Tiranë. Dhe Partia Socialiste po përgatitet, po jo më nuk ka lidhje, kam marrë vesh gjë apo jo, por tani unë informacion që kam unë nuk do të ketë brenda aktivitit zgjedhje në Tiranë. Mbaj që di unë. Unë nuk du të hyj në debat, sepse ajo është debat është debat ligjor. Dhe unë nga ana tjetër nuk kuptoj pse gjykata kushtetuese e shtyu kaq gjatë, sepse këtu nuk ka pse duhet ta shtyjnë kaq shumë seancën. Tani, o ndahet një krah, o ka, o s'ka. Sepse kaq shumë gjatë, është shumë për të për shumë kohë nga pikpamja procedurale. Ti je jurist, Andi. Jo, dakor, pra pse duhet, sepse këtu ke faktin, ke palët që kanë marrë vendimin, pra ke kryetarin në burg. Me të drejtë apo pa drejtë, muhabet tjetër. Ke Këshillin Bashkiak që ka marrë një vendim dhe ke dhe Këshillin e Ministrave që ka marrë një vendim mbi vendimin e Këshillit Bashkiak. 3 element ke. Ndaje, o është ose është, o thuaj kuvendit plotso vakumin ligjor, sepse jepi për kufizim çfarë do thot munges në punë, ose pranoje vendimarrjen dhe fute vendin zgjedhje, mos e blloko në këtë moment. Dhe Partia Socialiste po përgatitet të fitojë të 6 këto bashki. Pra kjo po ndodh. Edhe po përgatitet për të fituar 6. Po si po përgatitet, sepse s'po e shoh. Nuk po e shoh. Dhe kjo tani mua po pra tani ajo që shoh është që me shefin e shtabit Pandeu është që ka shefin e shtabit Pandeu PS-ja, prandaj do fitojë. Po, shefin e shtabit. Shefin e shtabit, po. Pyetja ime është, a duhet vazhdoj zonja Balluku të jetë drejtuese e qarkut të Tiranës me këtë status juridik? Zonja Balluku dhe zonja Manastirliu janë 2 koka dhe 2 zonja stratege dhe arkitekte të fitores së Tiranës, siç nuk është fituar ndonjëherë. Jeni të bindur për këtë gjë. Fituar një 60.000, gati 60.000 vota mori do bëhet me 100.000. Po, tani të dyja këto zonjat janë arkitekte dhe stratege dhe do ta shohësh që siç zonja Balluku nxori fieri me atë rezultat, do të Tiranën? Edhe Tiranën në një mënyrë që jo që do ta shpartalloj opozitën, por jo që do ta shpartalloj opozitën, por unë nuk e di ku do ta gjej kurajon për të garuar. Domethënë aq në vështirësi është opozita sa nuk gjej dot një kandidat nga radhët e veta dhe u detyrua të shpikte një kandidat. Unë kam merakun se çfarë do të gjej qytetet që janë pa drejtues vendor, pa lokal, jo të shpartallimi dhe masakrimi dhe kjo gjuhë me mllef. Jo më jo shpartallim nga pikpamja politike, sepse ajo është gjithmonë kur hyhet në garë ka një jo të shëndetshëm. Do ndal tek momentet, a ishte llogari juridike apo politike kjo? Drejtuesi i Tiranës gjendej në hetim derisa u arrestua ose pas largimit nga detyra kishin 7 muaj që Bashkia e Tiranës pra kishte këtë vakumin e drejtuesit. Dhe në 7 muaj as Këshilli Bashkiak as mazoranca nuk e kishin vënë që kishte një përcaktim ligjor që duheshin marrë disa masa të tjera. Në Tropoj kjo ngjarje e ngjashme vajti 11 muaj. Ç'ndodhi në Lushnjë, është shumë interesante. U arrestua Fatos Tushi, kryetari i Bashkisë Lushnjës, me datë 6 korrik 2019 më duket. Me datë 7 korrik të nesmen zoti Rama ka shkarkuar.
Një sekondë. Për të parë standarden në raport me ligj. E vërtetë është. E vërtetë. Pra këta janë fakte. Duhet vi tek fakte të tjera sepse unë bëj kujdes që të përmend ato që është me siguri ekstreme. Në prokuria e posaçme, në deklarimet e saj në parlament, edhe në njoftimet e saj, ka bërë të ditur se ka të paktën 30 ekipe të përbashkëta me Eurojustin në ndihmën juridike që ka kërkuar për dosjet që po jeton me vendet partnere. Ndër më të fundit besoj edhe pasardhës së ministrave të belg në takimet e tyre ministrat e drejtësisë të brendshëm dhe zoti Dumani, sepse atë një numër i madh çështjes të lëndës së Sky Anchorës. Tani unë kam pas akses të shoh përgjime të këtyre të Sky dhe Anchorës. I ke parë? Po, kam parë tekste, përgjime, biseda, edhe ministra, edhe deputet që sot janë në parlament, që janë në trafikun e drogës, që janë duke biseduar me vrasës dhe trafikantë. Tani për ta edhe prokuror dhe gjyqtar, që janë sot sistem. Se zoti Berisha sot tha që po Dumani po mbron Ballukun dhe po jeton për intendën supervizimi dhe jo për 50 milionë euro. Cili është komentimi? Besoj që në raportimin e zotit Dumani, kur të përgjigjet për pyetjen e aeroportit, termocentraleve, do të thotë nuk flasën çështën e hetim. Dhe jam i bindur që këto çështje do të jenë episode hetimore ku zonja Balluku do të përballet me to. Nuk është vetëm tuneli. Pastaj do të përsëri fjalën. Ja, vetëm një të shkurtër për këtë që tha zoti Berisha. Edhe një herë lutem. Dumani po mbron zonjën Balluku dhe po jeton për një tender supervizimi dhe jo për 50 milionë euro. Po, këtë e thash që në fillim, pra domethënë kur sipas interesit Dumani është ose Duman ose si dhe ti thua Duman? Jo, për këta, domethënë o është Duman, o është Troplin Duman, çfarë i thon këto gjëra, ose është Altin Duman. Tani ne kemi zgjedhur profesori thotë këta, unë nuk jam këta. Ne jo këta e drejtova aty pra te Saliu. Tani unë nuk hyj asnjë drejtues prokurorie, gjykate. Tani, po pra, ai është Partia Demokratike Zyrtare që ka qenë band kriminale pasi. E fortë oli kjo banda kriminale. Kam unë qendrim të saj. Ju të mbaroj profesori. Jo, domethënë duhet ndar në cilësinë e kujt është, domethënë është Dumani, është Troplini apo është zoti Altin Dumani. Zoti Altin Dumani jo që s'mbron dhe nuk ka mbrojtur ndonjë, ka mbrojtur vetëm atë kolonën e qartë të drejtësisë dhe të spakut. Dhe e di ku dukej tek emocionet që kishte kur fliste atje tek ajo do të thotë që të jesh i drejtë me ligjin dhe të jesh i kujdesshëm shumë edhe kur përmend gjëra sepse mund të cënosh dhe nuk është dëshira e prokurorit të fusë individ në burg. Nuk është dëshira as e gjyqtarit që të gjykojë. Atë detyrë ka patjetër. Dakor? Por nuk kënaqet ai, nuk ka ndonjë kënaqësi të madhe kur heton dhe fut njerëz në burg. Dhe fakti që ai kishte ato emocione kur fliste atje në komisionin e ligjeve tregon që karakteri dhe dinjiteti i atij njeriu në ushtrimin e atij profesioni është te jetë i lartë, është shumë i lartë dhe shumë i pacënueshëm nga çdo lloj presioni politik. Okej, Basir, kam i pyetje kështu. Ti për bandës kriminale, ta them Okej, do ta trajtosh atë po. Je dakord me këtë përcaktimin që i bën Berisha Spakut edhe Dumanit që band kriminale? Aty po ndalem tek ajo po vi. Po është band kriminale? Prit, çfarë është perceptimi im i un kam marrë në konsiderat për të në argument deklarimet zyrtare të prokurorisë. Tani, të paktën tek qendrimi zotë Berisha, unë mendoj që nuk drejtohet individi Dumani, por institucionet drejtuar për ti. Dumanit. Edhe vetë ati. Tani. Edhe vetë ati Basir, ti jemi korrekt. Dakor, tani. E ka ofenduar, i ka thënë Dumane. Vim tek unë nuk jam dakord për të fyer asnjë individ. Tani. Vim tek faktet. Dosja Metamorfoza është dosja e Spakut. Dosja e Suel Qelës është dosja e Spakut. Po? Dosja e Qyrbës është dosja e Spakut. Po flas për dosje që janë publike dhe unë kam ato. Ti thua që pse nuk janë zgjedhur? Prit. Jo, pse të dalë tek koncepti i organizatës kriminale brenda drejtësisë. Tani, unë po të marr në referencë dosje që i kam si unë dhe shumë kolegë të tjerë i kam materialet tu dhe i kam lexuar. Në të gjitha këto dosje ke prokuror, oficer policie, gjyqtar të përfshirë në bashkëpunim me grupet kriminale. Po të marrim numrin, se ka dhe dosje tjera që nuk kanë bërë edhe publike, ka shumë. Po të marrim numrin e këtyre
njerëzit të sistemit që janë përfshirë në këtë dosje me grupet kriminale, në gjykatë, Suel Qela drejtonte edhe antidrogën, edhe gjykatën, edhe prokurorinë, janë aty, plot. Tani, po të marrë numrin e tyre, numri është 2 shifror. Tani, në disa raste dhe bashkëpunim me njëri tjetrin. Kur këta njerëz brenda sistemit bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe me grupet kriminale, çfarë quhen? Kur janë më shumë se 3. Kodi penal thot organizatë kriminale dhe grupi strukturar kriminal. Tani, kur i marrë, edhe unë për referohem dosje publike. Basir, fole si politikant. Jo, fola me fakte që janë publike, janë dosje këta. Ore, si politikant fole yllë. Jo. Fole me pesyje. Janë me emra, se politikant. Ke gjukatës. Ma gjitë muaj. A janë dosje reale këto? Ore, janë dosje reale, por ne janë bi bazën e informacioneve. Jo bi bazën e... Informacione zyrtare. Po, zyrtare. Gjysmë e zyrtare. Jo. Nuk janë gjitha zyrtare. Jo. Nuk janë gjitha zyrtare. Qyrbja, Qela, Bajer janë gjukatë. Janë gjukatë. Ne raportet e SPAK-ut, se ti, kur i referove më para... Janë vendime gjukate këto? Janë vendime gjukate? Po. Ishte SPAK-ut ajo? Po. Nuk ishe e jotja? Po. Po pra, atë deklarime, nëzori vedaj? Po edhe këta SPAK-ut janë? Po mirë, po. Tani nga këto dosje, i kemi, edhe ti kemi, po dhe unë i kam tu në arkiv të gjitha, i kam numëruar njerëzit që janë të akuzuar zyrtarisht një pjesë të dënuar, gjyqtarja u dënua. A gjyqtarja tjetër, prokurori është në Burg, gjyqtarja po, oficerët e policisë janë në Burg dhe të dënuar. Tani ku unë shoh këtu, që vetëm 3 dosje, nga informacionet e para që kanë ardhur nga Skyhanger ka qenë rreth 300 oficerë policie të përfshirë. 300. Nga informacionet e para. Tani, si mund t'i themi ne kësaj gjëje? A ka krimi organizuar aksionet e veta këtu në sistem? 300 oficerë policie pasi. Informacionet e para mund të jenë më tepër pastaj. Nga, sepse ne kemi qenë gjuha e dytë, jemi gjuha e dytë. Me përdorur në... Me përdorur. Tani, përgjime vetë SPAK-u ka bërë, se këto janë të... A di gjykantarë të çdo niveli gjykate dhe prokurorie në këto përgjime? Nga gjykata e lartë, nga kushtetuesja, nga SPAK-u, nga prokuroria dhe gjykata. Tani, mua nuk më vjen... A ka përgjuar SPAK-u vetë? Kur pasi kanë ardhur të huajt, ka bërë veprime të tjera për të mbështetur fabulën e hetimit. Sinqerisht unë ndjej mirë kur i them të gjëra, por nuk mund të ri pa i thonë thjesht janë të vërteta. Dhe nuk do ta bëj kompromis, ne kemi punuar bashkë, ne kemi qenë kryedaktori im që para 20 vitesh e kusur, dhe se kemi bërë atëherë s'do bëjmë tani. Le të mërzitet kush të dojë nga politikanët dhe prokurorët, gjyqtarët. Unë i kam takuar këtë prokuror që i qortoj. Dhe në biseda personale... Basiri i një shumë mirë personalisht, se ka qenë gazetar kërë dhe në biseda personale shumë për... Unë e di që ka një presion shumë të madh nga politika, nga krimi, ndaj atyre. Dhe nuk është kthim... Nga politika nga cila krah? Nga gjithë, kush ka kusure, kushtor presion. Nga gjithë krahët, thotë. Kandidat për deputet. Tani. Dakor. Po ta dish. Shikoj. Dhe sistemi, dhe thot një ish kryeministri i Singaporit, që është themeluesi i Singaporit, që shpreh të bukur, thot korrupsioni dhe krimi janë si shkallët. Pastrimi fillon nga lart. Bukur, shumë bukur. Korrupsioni dhe krimi janë si shkallët, thot pastrimi fillon nga lart. Tani, SPAK-u normal, shikoj, unë po të kisha qenë në komisionin e ligjeve, do t'i kisha bërë një pyetje zotit Dumani që lidhet me parimin e sigurisë juridike. Pra si ka vendosur ta menaxhoj mbrojtjen e këtij parimi, sepse shumë i rëndësishëm parimi i sigurisë juridike dhe ku fillon dhe mbaron një hetim dhe ku fillon dhe mbaron parimi i sigurisë juridike. Çfarë po ndodh sot? Sot po ndodh që edhe kur është e drejtë një vendimmarrje, një institucione kanë një lloj hezitimi për të firmosur, sepse thonë mund të na shofi SPAK-u, mund të na gjurmoj SPAK-u, pra duhet të ndahet një herë mirë kjo gjëja, kush është subjekti i SPAK-u dhe kush nuk është. Pra, ajo që funksionon në këtë rast, sepse duke dhënë gjithë këto informacione këtu rrisim dhe shumë cënojmë dhe nxisim pasigurinë tek njerëzit. Përgjime. A është ky modeli i një regjimi që ju e keni... Jo, në sensin që... Po çfarë frikë ka mund më përgjojnë telefonin? Le të më përgjojnë. Unë kam thënë SPAK-ut merr telefonin tim. Ju e keni jetuar. E kam thënë publikisht. Ore, e keni jetuar, unë nuk e kam jetuar atë sistem. Në atë sistemin tjetër, ku të gjithë ishin të përgjuar. Andi.
Pra andjeshit mirë, nuk nga familje jo dënuar, jo përgjuar. Ja urdhra. Më të mërshme, Ka qenë e ka vujt më shumë. Pra a është gjë mirë kjo? Pra a krijohet një lloj pasigurie? Po vërtetë do ta themi. Kur të ndjek shiku në 97-ën që ndiqte si gazetar, kështu ajo është më të mërshme nga të gjitha. Po lere tani se hapa ato gjëra. Po në 97-ën. Shikuj gazetet. Ndiqte, dëgjoj. Tani ti ke një problem tani politik. A është kjo një çështje në Partia Socialiste? Po jo, më nuk është çështje. Po Partia Socialiste e parë. Po jo, mos e nuk është zyrë avokati e Partia Socialiste, kam thënë edhe më përpara. Dhe për raste tjera. Po jo, edhe zonja Balluku është shumë komode në të gjitha kuptimet politike. A duhet vinte sot në prokurori? Po s'ka pat në një detyrim, pse duhet vinte sot? Jo, fletëria ka vajtur. Po ku është fletëria, se sa kemi parë, se media zakonisht le gjë pa nxjerr. Zonja Balluku është duke ushtruar funksionet e saj. Zonjës Balluku. Është informacion. Po tani, po pra, jo, flas, a mund ta shmante vizitën në Bullgari për të shkuar në SPAK? Unë nuk e di a ka një. Shi se mos ka shku kënd tjetër, se Bullgaria është stacioni i parë. Nuk e di a ka ndonjë fletëthirrje, domethënë sepse tani nuk mund të ta marrin të mirëqen diçka që e thot dikush. Kush e saktë? Zoti Bardhi e tha? Jo, e kanë thënë. Zoti Bardhi ka thënë, e ka bërë deklaratë në Facebook. Sigurisht në parlament, po. Sigurisht në parlament. Kush? Zonja Balluku. Nuk shkoi as në SPAK. Tani është kolegët po e prisin gjithë dera, po prisin. Po pra, në rregull tani çfarë do të thotë kjo? Pra është duke ushtuar në Bullgari shkonte? Po ku të shkonte më sepse nuk ka, po nuk e po pse ka qenë sigurt? Pse ka qenë sigurt që ka një fletëthirrje? Sepse pse dyshoni? Sepse parimi latin është ex factis ius oritur. Prej faktit rrjedh e drejta. Kur s'kemi një fakt, nuk mund të ketë një të drejta apo një detyrim. Është një fakt që se dini ju, kjo nuk do thotë që nuk ekziston. Dakor, kur unë ta shoh me sy, atëherë do të përgjigjem edhe për këtë gjë. Tani për këtë moment nuk e ka parasitësh. Ne do kemi një ndërprerje publicitare, kërkoj ndjes tani. Do kemi një ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, kthehemi në studio. Falenderojmë edhe një herë MoneyGram Akinvest, institucionin monetar që mbështet dhe sponsorizon emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Basir, për ta jemi në pjesën përmbyllëse dhe mbyllëse të emisionit. Çfarë parashikon në të ardhmen? Me këtë status juridik të zyrës. Jo, ajo çfarë kam vënë një klim tjetër që vjen nga Washingtoni, ajo drejtësia e bërë nga Soros e ka dështuar. Dhe ka marrë qaf shumë njerëz. Ka qenë pazar. Ne kemi zëvendës kryeministri Ahmet Gjeldoranson, unë isha aty tha, kur bëheshin me mesazhe largime dhe qëndrime në detyrë. Dhe ka edhe gjëra të tjera, kam publikuar. Zoti Ahmeti ka mëkate të tjera pasi se tani. Po flas për episode të drejtësisë. Ka mëkate të veta që do i përballet me drejtësinë, do përballet. Bëjmë engjëll zotin Ahmeti tani. Për tani. Referohem prapë një thosje tjetër që është Shqiponja e Zezë në Bruksel. Unë ka shkruar shtypi huaj, unë kam pasur le them burimet nga njerëz që janë marrë me çështjen. Thuhet aty më rëndje. Një ministër çdo një orë, shqiptari çdo një orë 400.000 euro. Thuhet në materiale që janë në gjyq. Si një ministër janë dhënë është dhënë një orë nga trafikantët 400.000 euro. Me vlerë 400.000 euro. Po aty landi. Përmend edhe një fluturim që është bërë nga Tirana në Aruba. Ministër ky orës, I ministër. Edhe aty përmendën prapë ministra që kanë udhëtuar dhe kanë shkuar në Antillet hollandeze në Aruba, që është 30 kilometra afër Venezuelës, dhe kanë kuvenduar, kanë bërë summit kokaine, kanë nejtë me trafikantët e drogës. Tani, kjo çështje, paktën prej 2 vitesh e kam përmendur unë publikisht. Po ekziston mundësia e provave shkencore? Landi, kjo çështje është pjesë dosje në gjykat, nuk është. Po mirë, ekziston provat shkencore për këta ministra? Këto. Po? Që e kanë quar në gjyq, po? Prokurorët federal belg, po? Kanë pasur prova për ta mbështetur akuzën e pretendimit e tyre. I kanë me emra ata, këto që them unë. Dhe trafikantët shqiptar janë prapë me emra që kanë marrë tendra e punë publike me thesën në Shqipëri. Tani,
Ajo merak që kam unë, struktura e posaçme, sigurisht që do mbështetje amerikane, se s'kan takat ta bëjnë vetëm atë. Nuk i di këto gjëra që i dim gjysmë gazetarëve në Tiranë. Ai italiani bëri libra, foli Grateri, ka folur për dia prap. Kur ne jemi të dytët pas ndragetës, sipas gjithë raport DEA, DIA, CIA, Eurojust, Europol, kjo nuk është për të mburur. Kur ndrageta në 2020 ka një dosje në SPAK për ndërtimet në Tiranë të njerëzve të ndragetës. 180 milionë euro do investojnë ata për 3 kulla, kishin gjetur njeriu në afërveliet, sipas përgjimeve të antimafës. Ç'ndodh? Këtu unë shoh 0 veprime të bëra pas 5 vitesh. Në Itali ka përfunduar gjyqjet në apel. Një nga personazhet e biznes shqiptar është dënuar me 7 vjet atje. Ky është vullneti i munguar kur ne shohim që një dosje shkon te politikanët, shkon te pushteti. Ndaj them që vullneti i ri i administratës re Shtetit Bashkuara, nga çfarë unë flas me miq që janë andaj edhe në këto vende që po punojnë partnerët ndoshta edhe më shumë se ne, dhe statistikat dhe dhënat e strukturës posaçme për krim organizuar që janë në rritje, janë edhe kontributi i këtyre partnerëve. Po si e shikon në aspektin politik për ta mbyllur basit? Çfarë po shikon? Çfarë po shikon? Çfarë do sjellë kjo situatë? Unë them që ta politikanët që kanë të lashën me drejtsinë, do të ngelet e dyra drejtësisë, nuk do të jenë më politikë. Jo, okej, po do ndikoj kjo në... Do ndikoj, kam bindjen, nëse mbështetja oqanike qëndron e ngjashme, kam bindjen që drejtësia do ndikoj thellësisht në pastrimin e politikës. Andi, një gjë për ty, gjithë kjo situatë, sepse do të themi tani, nuk është një situatë e mirë për qeverisjen socialiste tani, pavarësisht se ju mundojni me thonjë me kështu që ta paraqisni aq bukur, po situata nuk është aq e bukur. Ti thua do fitojmë 6-0 dhe këtë betejën e zgjedhjeve të pjesshme, po Tirana ndërlikohet me këtë zoti. Kjo është e sigurt që rezultati është tenistik 6-0 dhe jo që nuk ndërlikohet asnjë gjë në Tiranë, por të jeni të bindur tash që Zonja Balluku është arkitektja e ardhshme, arkitektja e fitores së ardhshme të Tiranës. Këtu do jemi, prap do vijun kur të jetë dhe fushata, prap do vijun kur të dalit rezultati. Ti e mbanmën që të kam bërë dhe një parashikim unë këtu, që të kam thënë në një nga qarqet, ta kam para fushata, në një nga qarqet, Partia Demokratike nuk do të nxjerrë as listën e mbyllur. Po, e ke thënë mbaj ashtu. Dhe ndodhi në Fier. Pikërisht aty ku drejtonte Zonja Balluku. Tani, strategja e korrupsionit. Strategja e fitores, pastaj korrupsioni e provon institucionet e drejtësisë. Nuk ka asnjë çështje që shqetëson Partinë Socialiste, drejtësia është e pavarur, drejtësia bën punën e vet, Partia Socialiste është në fushat çdo ditë. Punon çdo ditë, i kanë ndez motorët për 6 bashki, duken si të vogla ato 5 të tjerat, por nuk janë ndaq të vogla, kur vjen puna tek pesha që duhet ketë çdo pushtet lokal në rishpërndarjen e punëve dhe vizionit të Shqipërisë Europiane 2030. Duke qenë se Shqipëria po vrapon drejt Europës, nuk ka asnjë sekond kohë për të humbur me sinteza mediatike apo opinionesh. Shefja e shtabit të Tiranës është e pandehur. Kandidatja e Tiranës ka dosje në SPAK. Pra, kur ne themi të pasë... Shefja e Qarakut e Tiranës, nuk e kemi akoma të pandehur. Nuk e kemi tani, jemi korrekt. Tani, ne nuk do shkoj ta bëjmë ato intervistën tek zyrët e SPAK-ut që të nxjerrim dosjen, po sigurisht që është e pandehur. Dhe ka edhe deputet tjerë, edhe ish kryebashkiak, edhe deputet të kësaj mazhorancë, një 25 i kanë probleme me ligjin dënuar, larguar, shkarkuar, kryebashkiak. Se këta akte politike janë. Si ka mundësi që ku shkon ky njeri gjenon njerëz të lidhur me krimin? Po, si ka mundësi që gjithmonë fiton Partia Socialiste, ta zgjedhje kolumbiane, duke marrë gjithmonë më shumë se sa rezultati i mëparshëm. Po që ta tha raporti se si ndodh. Tani, herë para që në raportin ose Beudir, pra konstatimet, nuk janë fort dashamir si ndërkombëtarëve se këta vinë për qoka, për aktime këtej në Shqipëri, nuk kanë bënë gjë të madhe Shqipërisë përveç Shtetit të Bashkuara, po kur arbitret ndërkombëtar thotë që këta zgjedhje nuk janë standarde demokratike dhe janë ndikuar nga krimi i organizuar,
Partia dhe shteti ishin shkrirë në një, janë mjaftueshëm të qarta për çdo njeri për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe çfarë po i ndodh shqiptarëve. Kjo është një certifikim. Këto janë zgjedhje të njohura, certifikuara nga OSBE-u, deri si nuk janë të njohura. Nuk është njohur. Dhe të njohura edhe nga opozita që ka hyrë në parlament. Edhe shqip dhe anglisht ata thonë që nuk ishin të barabarta, nuk plotësuan standardet demokratike të Kartës Kopenhagët, u ndikun nga krimi organizuar dhe partia dhe shteti ishin një. Se si mund të certifikohen me këto etiketa? Atëri bi që po dështojnë dhe këto parlament dhe komisione, sepse s'pas ka asnjë përfaqësues nga një parlament legjitim, zoti Çollaku. Ashtu është. Atëherë po flasim për parlament i legjitim. Ashtu është. E shkruar e bardhan e zezën të bardhë. Tani, Andi, për lidhur me atë që tha Olsian Çela, prokurori i përgjithshëm sot, mua merr dhe mirë që ai e pranoi atë gabimin e prokurorisë për arrestimin e avokatit në Elbasan. Një koment për këtë? Që mos jetë arresti masa që të kërkohet. Po pra, ai ishte shumë e egzageruar dhe dhoma avokatist bëri dhe një bojkot 5 ditor dhe gjej rastin ta falenderoj dhe zotin Max Haxhia i cili bëri një mbrojtje hapur ndaj nesh si avokat, ku tha në qoftë se përsëritet edhe një rast tjetër i vetëm, bojkoti do të jetë 1 mujor. Kështu që ka ardhur një moment që avokatët duhet mos trajtohen si hallka e fundit e sistemit gjyqësor, por duhet trajtohen njësoj si hallkat e tjera të sistemit gjyqësor, sepse bëjnë të mundur Olsian Çela tha edhe që nuk është situata e kënaqshme edhe lidhur me drejtorinë e tatimeve, se kur i bëri pyetje zonja Tabaku. As nga tatimet, as nga doganët, edhe në raportimin e zotit Çela për zotin Lumani, komunikimi dhe bashkëpunimi për denoncime, sepse nga vjen korrupsioni, nga vjen abuzimet kryesisht, nga ato institucione ku hyn dhe shkëmbejnë parat. Dhe tani, Orlandi, sa vite ka që dhe ka hapëzyrë në Tiranë? 3 vite. Shumë pak. 3. Po, aq 3, po jo se në shtetet tjera ka shumë. Po pra, 3 vite. Po një vend i vogël si Shqipëria, kur kthehet DEA dhe zyrë në Tiranë, tregon për shqetësimin që kjo zyrë më madhe në planet e luftës antidrogës ka për grupë dhe dogana duhet këtë dhe sa po të shoh sekuestrimet, pra të dhënat zyrtare të sekuestrimet të kokainës dhe drogave të forta në portin e Durrësit, që u kanë ardhur këta fare. Krahasuar me vitet tjera, edhe të kësaj qeverisje, që kanë qenë shumë herë më tepër, tregon, dhënë porti i Durrësit vjen pas Antverbit. Fatkeqësisht, ku sekretara për sigurinë para 1 muaji të Shtetit Bashkuara ishte pikërisht në këtë vend për këtë probleme. Okej, kemi ardhur në fund të emisionit. Dolën jo pak probleme dhe çështje, po më interesante ishte debati vetëm me një gjë të vogël që u tekalua besoj Andi Shkira. Unë besoj që debati ishte me të vërtet shumë profesional dhe unë u kënaqa për mënyrën se si e keni trajtuar sot gjithçka në pikë vështrime të ndryshme. Pasi të falenderoj që ishe sot. Faleminderit Andi. Faleminderit Landi. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.